Ne varemi nga humori i Allahut. Kur Allah qesh shumë dhe nuk shan, atëherë nuk kemi shi dhe kështu na duhet t'i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ambicia jon është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e bekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës.